Në vend të përmirësimit të standardit studentor dhe zgjerimit të beneficioneve për studentët, ata që kanë vendosur të fitojnë të ardhura shtesë përmes programit Work and Travel, më së shpeshti në Gjermani, kanë marrë njoftime nga drejtoria e të ardhurave publike, me detyrim për të paguar tatim mbi të ardhurat e realizuara. Sipas informacioneve të publikuara nga organizata studentore, studentët që janë thirrur të paraqesin deklaratë elektronike tatimore dhe të deklarojnë të ardhurat e realizuara jashtë vendit. Bëhet fjalë për të ardhurat që tashmë kanë kaluar tatim në Gjermani, ndërsa kërkohet dhe pagesë shtesë e tatimit për mjetet e marra si kthim i tatimit të mbajtur, të cilët janë transferuar në llogari valutore në vend. Kuvendet studentore vlerësojnë se ky vendim është i papranueshëm dhe bëjnë thirrje për respektimin e plotë të marrëveshjes bilaterale mes Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë për shmangjen e tatimit të dyfisht. Drejtoria e të ardhurave publike njoftoi se studentët nuk janë në shënjestër dhe se nuk po vendosen detyrime të reja tatimore, por po zbatohen ligjet ekzistuese. Institucioni thekson se qëllimi është vendosja e rendit dhe zbatimi i barabartë i rregullave tatimore për të gjithë qytetarët. Studentët që kanë punuar jashtë vendit duhet të deklarojnë të ardhurat, por nuk do të ketë tatim të dyfisht. Sipas marrëveshjes me Gjermaninë, tatimi për punë afaqkurt nën 183 ditë paguhet në Maqedoninë e Veriut. Nga drejtoria e të ardhurave publike, theksojnë se masat janë të orientuara drejt deklarimit vullnetar dhe jo ndëshkimit. Për rikujtim, tatimi mbi të ardhurat në Gjermani është rreth 16%, ndërsa në Maqedoninë e Veriut norma është 10%, efektivisht 11.11% në përllogaritjen bruto.